Propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i dorëzuar në Kuvend dhe që pritet të shqyrtohet nga nesër nuk përmban masa thelbësore për garantimin e zbatimit të tij, vlerësoi deputeti i Aleancës për Shqiptarët Halil Snopçe. Sipas tij, ky projekt ligj dallon ndjeshëm nga verzioni që kishte propozuar ASH-ja. Ligji nuk ofron mekanizma për parandalimin e keqpërdorimeve në deklarimin e përkatësisë etnike të kandidatëve. Pra, ai nuk e eliminon kritikën kryesore që i bëi balancuesit. Ligji përmend dispozita deklarative që flasin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, por nuk ofron garanci reale dhe as mekanizme efektiv që do siguronin zbatimin praktik të këtyre dispozitave. Edhe Komisioni i Venecias ka vërejtur se ligji nuk krijon institucione dhe mekanizma të mjaftueshëm për të garantuar zbatimin në praktikë. Nga ana tjetër, nga vlen thonë se është e vështirë të kuptohet pse po kontestohen mekanizma që sipas tyre janë të përcaktuar qartë në tekstin e ligjit. Ata hedhin poshtë pretendimet se projekt ligji nuk ofron mekanizma për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Një nga rrisitë kryesore të këtij ligji është se vendos mekanizma për parandalimin e keqpërdorimeve me vetdeklarimin etnik. Ligji garanton deklarimin e lirë të përkatësisë, por parasheh dhe kritere objektive dhe verifikim mbi bazën e të dhënave zyrtare në dokumentat personale. Në rast keqpërdorimi, kandidati refuzohet dhe nuk mund të aplikojë në konkurs për 3 muaj. Sa i përket Komisionit të Venecias, vërejtjet dhe standardet evropiane janë marrë parasysh gjatë hartimit të zgjidhjes ligjore. Pikërisht kjo e bën ligjin juridikisht të qëndrueshëm. Nga vlen gjithashtu kanë theksuar se mazë ndëshkuese është karkimi nga pozita e atij që nuk e respekton ligjin, që sipas tyre është më i madh se një gjobë monetare. Ligji për përfaqësim të drejtë adekuat vjen si zëvendësim për balancuesin, i cili u shfuqizua nga gjykata kushtetuese.